A ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni shumë të lumtur dhe pa pritur të ndjeni frikë ta përjetoni këtë lumturi, sepse ju duket sikur diçka e keqe do të ndodhë. Pra kur jeni duke përjetuar një situatë vërtet të mirë, të bukur, në një fazë të jetës tuaj ku mund të jeni të lumtur, në çift, në punë, në karrierë të arritur, aty filloni dhe i thoni vetes po dal një moment se mos marr veten në sy shaman, se mos më ndodh diçka e keqe dhe nuk mund ta jetoj dot këtë lumturi deri në fund. Është pikërisht kjo balancë që me sa duket mendja nën vetdia jon e bën në mënyrë të pavullnetshme dhe ka frikë që të përjetoj deri në fund atë lumturinë e vërtetë, atë momentin dhe atë që jeta të ofron. Pse ndodh kjo? Cilat janë këndvështrimet? Këto do të bisedojmë me miq të ndryshëm të cilën kam rritur këtu në studion e emisionit tim dhe ata janë pikërisht doktoresh Vojsava Karafili, mjeke estetiste sipërmarrëse. Mirë se vjen Vojsi. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam këtu. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi jam. Faleminderit. Do të put pastaj ndoshta kur tikësh mos i prishim tualetin njëra tjetrës, ë? Faleminderit. Vazhdojmë me Ariola Karakushi, specialiste në shkenca kompjuterike. Se vjen Ariol? Kënaqësi që të kam këtu, të lutem aty. Vazhdojmë me Renis Qamo, doktor okulist. Syzet i mbaj këtu, unë e di që duhet t'i vë, po ti mos e vëj re këtë gjë. Ulu ku të duash ti, edhe në mes. Do të vazhdojmë me Disola Arapaj, psikoterapiste. Mirë se vjen Disola sërish. Ti, si të kam. Dhe përfundojmë me Remil Peqini, trajner personal. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam sërish këtu, si jeti? Mirë. Mirë se na erdhët. Mirë se të gjetëm. Kurioze jam, për shembull, ju e keni ndonjëri nga ju këtë besytnin apo këtë frikën e madhe që kur diçka shumë e mirë i ndodh, kur një ëndër ju përmbushet, kur janë shumë të lumtur, ndjesia që mund të ndodhë diçka e keqe është aty bashkë me këtë lumturinë dhe nuk ju lë ta jetoni deri në fund atë? Unë mendoj se kjo është personale dhe ka të bëjë me vetëdijen. Dhe po t'i hymë në analizë, sepse duke qenë se çdo njeri e manifeston emocionin sipas mënyrës së vet, unë mendoj që frika nga lumturia na bën atë që ne të kemi emocione të kontrolluara. Por kjo mund të vijë dhe si faktor i përvojave personale që duke u gëzuar për diçka, ndodh që ti pas këtij lloj gëzimi kaq shumë të lartë, mund të kesh marrë një dosë pastaj shumë herë më të rëndë që ta ka prishur këtë lumturi. Tjetër mund të mos jetë kështu. Në fakt ne kemi bërë gati një insert që do ta ndjekim për të kuptuar më tepër se si e përjetojnë njerëzit në momente të ndryshme lumturinë dhe çfarë i trëm më së shumti ata për të jetuar deri në fund atë. A keni ndjerë ndonjëherë se nuk mund të jeni plotësisht të lumtur? Se çdo moment gëzimi mund të sjellë diçka të keqe më pas? Kjo frikë, e cila shpesh na bën të mbajmë lumturinë për vete, ka një emër, kerofobia. Disa njerëz e përjetojnë çdo ditë, duke u ndalur nga gëzimi i momentit, duke e frikësuar vetveten nga mundësia e tragjedisë që mund të vijë. Një frikë e heshtur që ndonjëherë na pengon të shijojmë jetën ashtu siç duhet. Sot në studion e Çasti i Duhur do të flasim për kerofobin, për arsyet psikologjike që e shkaktojnë, për mënyrat si mund ta kuptojmë dhe mbi të gjitha, si të guxojmë të jemi të lumtur pa frikë, sepse lumturia është e drejtë dhe ndonjëherë thjesht duhet ta lejojmë të jetë e plot. Do shkoj pak tek Disola, me qenë se nga kjo pjesa e psikologjisë dhe psikoterapisë, si e shikon ti këtë si fenomen? Është prezent, e has shpesh me njerëzit me cilët ke të bësh për shkak të psikoterapisë? Po, është një nga fenomenet që ndodh rëndom dhe ndodh shumë shpesh në shoqërinë tonë, po edhe në gjitha shoqëritë. Dhe atë që e pam edhe tek inserti, kerofobia nuk është gjë tjetër veç se ajo ndjenja e lumturisë së madhe që ndonjëherë përjetojmë dhe kemi atë frikën se diçka pas do të ndodhi. Dhe kjo në aspektin psikologjik nuk është gjë tjetër veç se një deformim apo shtrëmbërim të mënyrës se si truri jon e përthith informacionin. Truri jon është ndërtuar biologjikisht, primitivisht për të na mbrojtur ne nga rreziku dhe qëllimi kryesor i tij është që është mbijetesa, pra si ti mbijetojmë në rrezikut. Ky është qëllimi primitiv i trurit. Në momentin që fillimisht truri nuk e percepton dot këtë lumturinë e madhe,
fillon që të krijoj atë llojin që si duhet të mbijetoj unë në këtë rast kur diçka më kërcënon. Pra, në momentin që ne jemi të lumtur, përjetojmë një lumturi të madhe, fillojmë që mendojmë pikërisht për faktin që mund të ndodhë diçka e keqe. Po, ne përjetojmë një lumturi të madhe. Kjo praktikisht ndodh kështu. Ne përjetojmë një lumturi, kjo lumturia e madhe trurit i jep një sinjal që kujdes, sepse truri ka të funksionin e vet që duhet na mbrojë nga rreziqet. Në momentin që ky rreziku fillon që të përjetohet, ne fillojmë të kemi mendime negative, organizmi jon fillon të përjetojë ankth, në moment lumturia fillon të ulet dhe truri merr sinjalin që këtë gjë është e drejtë. Ajo i përjetimit ti që bëri është i drejtë. Dhe kështu futet në një rreth vicioz. Pra, i gjithë përjetimi futet në këtë rreth vicioz dhe çfarë bëjmë ne në këtë rast? Fillojmë që të mos ndihemi më të kemi atë frikë se do të na ndodhë diçka. Por sigurisht ndikon edhe nga përvojat e mëparshme që ne kemi krijuar dhe sigurisht emocionet që lidhen me këto përvoja. Shpeshherë ne mund të kemi përjetuar një lumturi të madhe, në momentin pas sa lumturie na ka ndodhur diçka, një zhgënjim emocional, një ngjarje jo e mirë, dhe truri automatikisht e lidh këtë gjë. Ne përjetuam lumturi dhe pas kësaj vjen diçka tjetër. Renis, e lidhëm me, deri të themi, një ndikim direkt e truri, po nga ana shëndetësore mendojnë që kjo mund të ndikoj fakti që ne i ngrejmë vetes a priori që do të ndodhë diçka edhe pse jemi të lumtur? Në ana shëndetësore ose mjekësore, kerofobia nuk është fiks një diagnozë mjekësore. Është më shumë një term psikologjik që ka filluar të futet normalisht më shumë vitet e fundit. Janë emocione si përjetohen. Unë e gjej vetëm deri diku tek kerofobia, por janë emocione vetjake. Me thënë, nuk është se kerofobia të ndalon të jesh i lumtur, të ndalosh të i dorëzohesh lumturisë. Do me thënë, ti vetë po më thuaj që ti ke frikë kur je shumë i lumtur se diçka e keqe mund të ndodhë. Jo kam frikë se diçka e keqe mund të ndodhë, por duhet merren gjithmonë masa që kur e ke arritur pikun e diçka që ke kërkuar, duhet ta mbash në kontroll dhe duhet mos ta humbasësh. Lumturinë ose gjën që ke arritur, të bëj të lumtur. Duhet të për të ruajtur lumturinë tënde fort. Domethënë, si çdo gjë, kur arrihet duhet edhe të mbahet që mos të jetë një shkëlqim i përkohshëm. Renis si rindez një mekanizëm mbrojtës. Po pra, e ndjeni ju, Remil, ti të ndodh për shembull që në momentet kur e shikon që çdo gjë po shkon mirë, ose ke një ngjarje e cila të bën në mënyrë më specifike të lumtur. Shiko, unë dohet... Ke frikë ta flasësh, ke frikë ta përjetosh, ke frikë të thuash njerëzve sa i lumtur je nga frika se mos është atë jinxin që i thonë. Mendoj që çdo njeri e përkufizon lumturinë në mënyrë të ndryshme. Disa mund ta lidhin me mjete, disa mund ta lidhin me një njeri, disa mund ta lidhin edhe me veten. Unë besoj që ti kur ke këtë lumturinë me veten, atëherë do gjesh edhe paqen. Paqja është lumturi sipas meje. Nëse ti ke këtë paqen, ti e gjen lumturinë. Në momentin që ti lumturinë e lidh me një gjë tjetër, atëherë do të kesh këtë frikën, këtë fobinë që kjo lumturia do të ndryshoj. Duke lidhur edhe me sportin. Sporti është gjë individuale. Në momentin që ti i dedikohesh vetes, asnjë gjë tjetër nuk do ketë mundësi të prishi ty këtë marrëdhënien me veten. Ti thua një disiplina është e rëndësishme dhe për të ruajtur lumturinë. Pa diskutim që po. Në momentin kur ti ndihesh në paqe me veten, ti je i lumtur. Unë kështu e mendoj lumturinë, se çdo njeri prandaj po thoya që mendon lumturinë me veten. Ariola, po kjo informacioni i madh, pra shfaqja dhe njerëzit që ta kuptojnë që ti je i lumtur, ndikon negativisht në përjetimin e lumturisë pastaj, pra ekspozimi i tepërt në rrjetet sociale, në platforma, në... Ashtu siç e shikoj unë, njeriu tenton të jetë i ngjashëm me të tjerët. Në momentin që ti hap një, po marr shembull Instagramin ose TikTokun ose një rrjet tjetër social dhe shikon lajme nga më negativet, nga më të këqijat dhe gjithashtu dhe në jetën reale ti njëkohësisht je po i bombarduar nga lajme të këqija, atëherë ti thu vetes po prit, ka diçka që tek unë nuk po shkon. Pse unë po ndihemi lumtur dhe të tjerët që unë po shoh rreth rrotull meje nuk janë? Dhe ti këtë e lidh me faktin që i thua vetes, shikon, ndoshta unë nuk e meritoj të jemi lumtur, ose ndoshta unë nuk duhet që t'ua tregoj të tjerëve lumturinë time, për arsye sepse ata dhe mund të ma marrin. Njeriu ka tendencën që në momentin që ka diçka të mirë, tenton të jetë mbrojtës ndaj asaj çfarë ka. Njerëzit bëhen edhe supersticioz pak. Po. Në momentin që presin diçka shumë të bukur që t'ju ndodh ose që e din që do ju ndodh, dëshira për ta ndarë me të tjerët është shumë e madhe, po frika se mos marrin veten. Unë personalisht e kam këtë
personalisht e kam këtë. Tentoj shumë, domethënë që në momentin që kam diçka të bukur, qoftë edhe fillimi një pune të re, qoftë edhe një lajm familjar, qoftë diçka e bukur, kam shumë qejf që ta ndaj. Dhe i them vetes, po prit një sekond, si do reagojnë për shembull, po sikur të më... Njën si ty, Ariola, dhe njerëzit 90% të mbaje më i për vete, të shkeqe, danse, nuk i djetë asë njëherë. Kjo ndjesia, do me thëmë pastaj që mos e jetosh do të lumturinë apo atë gjën që ti përjeton deri në fund. A lidhet edhe me imazhin, Vojsav, sepse ti je sigurisht njëri që je ngushtësisht e lidhur me të. Pra, të qenit perfekt, të qenit gjithmonë në formë. A është një formë të cilën njerëzit e shohin si, po themi, mënyrë për të ndjerë mirë në aspektin e lumturisë? Unë nuk mendoj që ne kemi lumturi, por kemi momente të gëzueshme që ne e specifikojmë si lumturi. Por, perfeksioni nuk na lejon që ne të jemi të lumtur, nuk na lejon, sepse duke u bërë shumë analitike, nuk do të shijojmë të lloj emocioni. Por ajo çfarë duhet të theksohet është që ne jemi rritur me frazën që shiko, mos qesh shumë se pas të qeshurës diçka do të ndodhë. Dhe këte kemi gjanë nga gjyshrit. Qeshja e milot do ndodhin diçka e keqe. Dhe në këtë moment ne fillojmë një kontroll të emocioneve tonet, do me thënë diset ky mekanizmi mbrojtës. Por, ajo që ne duhet të kemi parasysh është që lumturia në të vërtet, ana garanton siguri dhe frika ana garanton mbrojtje. Në të dy rastet, përsëri ne kemi këtë kufizimin ton emocional që nuk na lë ta shijojmë. Por unë në fakt kam bërë një pakt me veten time, nuk para i kontrolloj emocionet në sensin që diçka e bukur nëse është, unë dua ta shijoj dhe të gëzohem, dhe nuk krijoj bariera të tilla, mekanizma mbrojtës që nuk duhet, sepse diçka do të më vinë, nëse është e destinuar. Qëse ty diçka të pëlqen, një udhtim, një darkë, një ndjesi e vogël lumturie, ti e ndan ato me ndjekësit e tu në Instagram, në rrjetet sociale, nuk rri dhe mendon që mos ta hedh sot se nuk i dihet asnjëherë, po më prishet Terezia, po më ndodh një gjë e keqe. Sepse nëse asnjëherë nuk lidhet me ato një gjë që unë mendoj që asnjëherë nuk lidhet me çfarë tregojmë, edhe çfarë ne na shohin të tjerët. Sepse nëse e mori vesh dikush, atëherë do ndodhi diçka. Kjo është pak e vërtet, domethënë është një besit, po, supersticion që njerëzit përgjithsisht e thonë dhe si ta shpjegojnë në gjuhën e thjeshtë tonë. Mëzuri tersi. Po është personale, nuk e përgjithsen do. Çdo individ ka qenë si më vete. Unë po flas kur është kerofobia në aspektin psikologjik si e shikojmë. Domethënë, ai është procesi i ndodh trurit, dhe ta ndash ti dhe mos ta ndash, lumturia nuk të ndikon nga procesi që do vi pas. Pra ti ke një projektim nga ajo që do të ndodhi më pas. Nga ajo që vjen më pas. Pra, domethënë, shpesh herë kerofobit lidhen edhe me trauma apo dhe me përjetime emocionale, nevoja emocionale që individët përgjithsisht i kanë. Pra, në momentin që ti ke një përvojë të keqe apo ke përjetuar një periudhë me trauma në të mëparshmet, shpesh herë këto trauma të lënë gjurmë, të lënë shenjë në trurin tënd dhe automatikisht në momentin që ti nuk e shikon truri jote për thith informacion dhe shikon si një moment që nuk ka qetësi, nuk ka lumturi dhe sa po i ndodh diçka, truri automatikisht pret goditjen pasardhëse, që është diçka e keqe që do më ndodh. Po thjesht lidh me perceptimin që ne i japim trurit dhe nuk është fare vërtet që unë shkova në një udhëtim, ma mori vesh Instagram njerëzit e mi dhe automatikisht unë më vonoj fluturimi, fjala bie. S'ka asnjë ndikim. Thjesht është një perceptim i trurit që automatikisht e lidh me këtë. Energjitike nuk janë kaq të forta sa themi që ajo që ne themi me zë është ajo që mund të na ndodhë. Remi, kur ti merresh me sport, me disiplinë, me imazhin, pra kuron imazhin si ti dhe Vojsava në këtë rast, a janë gjasa që lumturia të jetë më e madhe sepse njeriu ndihet më i plotësuar, më mirë me veten e vet, me imazhin që ka dhe i përjeton ndoshta edhe këto ndjesitë e tjera të lumturisë më natyrshëm kur ndihet mirë vizualisht dhe fizikisht. Mendoj që e ke më shumë në dorë të jesh i lumtur kur ti merresh me trup, me veten tënde, se nuk është vetëm çështje fizike. Adrenalina, po. Pa diskutim që po, mbushet truri me oksigjen, ti je më shumë produktiv, do jesh më shumë i lumtur, hormonet pa diskutim që rriten testosteroni, estrogenit e femrat, ndihen akoma më të lumtur. Aq më tepër për njerëzit që bëjnë aktivitet fizik, e din të gjithë mirë që ajo ora në palestër, një orë në palestër, është ora më e lumtur për ta. Madje edhe kur janë me një mendje negative gjatë ditës, dhe orarin e palestrës e kanë si gjë që e kanë si escape, kur ikin nga realiteti, që është një gjë që merr me veten e tyre dhe ma thonë të gjithë që pas palestrës të gjithë ndihen më mirë.
ndjen më shumë pozitiv, i nis dita me pozitivitet. Edhe mund të jetojnë. Po dhe me imazhin do të kjo gjë, Besava, pra kur vinë njerëz që bëjnë një trajtim estetik, që duan të duken më mirë, që të jetë më i kuruar, ndjen më të lumtur më mbrapa? Po sigurisht që ndjen më të lumtur. Imazhi, domethënë vizualiteti të jep paqe, të jep lumturi. Ty të ka ndodhur ndonjëherë vetë personalisht, të jesh shumë e lumtur për diçka dhe të kesh pasur frikë ta ndesh me njerëzit? Unë në përgjithësi jam një natyrë pak e kontrolluar. Pra nuk i ndan emocion. Ndaj ato që duhet ndar, po emocionet e forta i mbaj për vete dhe... Ke një lloj supersticioni që duhet të mbesh. Jo, nuk lidhet me këtë. Unë kështu kam ardhur që fëmijë dhe kështu e kam në natyrën time. Renis, ti si e shikon këtë gjë? Më tepër personale, pra ndjesi që vjen apo formë tradite që kemi ne si? Normalisht është diçka personale, normalisht lidhet edhe me traditën ose ambientin ku je rritur, por që edhe me eksperiencën vetjake, duke marrë eksperiencë, duke u rritur, si në ana e moshës, si në ana profesionale, dhe në gjëra tjera, normalisht që fillojnë që të rezervohesh në shumë gjëra, sepse normalisht në ambientin ku ne jetojmë, jo të gjithë ta duan të mirë dhe nuk lidhet vetëm me atë që do na kap syri keq apo do na i marrin. Dashu pa dashur është një mendim mbrojtës nga atyre gjërave që ne kemi arritur dhe ndajmë ato emocione që duhen ndarë me grupe të ndryshme shoqërore ose persona të ndryshëm. Me persona të ndryshëm një gjë ne e ndajmë në mënyra të ndryshme. Domethënë dikujt i shprehim më shumë emocion, dikujt i shprehim një emocion më pak sepse duhet i tregojmë atë pjesë që ne duam t'i tregojmë. E qartë. Ariola, a mund të konsiderohet lumturia një formë algoritmi që sa më shumë që ti e shikon, e kontrollon, e ndjen, e përjeton, aq më shumë rritet ajo, apo nuk mund ta lidhë me shkencat kompjuterike? Ishte një zgjidhje shumë e mirë fjalësh formë algoritmi, pasi unë po mendoja deri tani që lumturia është, domethënë në sensin që njeriu e bën veten ai që është dhe ai që është algoritmi që ai punon me veten. Në momentin që ti do punosh me veten tënde, ditë pas dite ti krijon një algoritëm dhe patjetër që ti e bën veten tënde ashtu siç ti dëshiron që ti jesh. Njeriu domethënë është skulptori i vetvetes vet, qoftë nga ana e lumturisë në jetën e përditshme, por qoftë edhe nga ana e lumturisë në trurin dhe në mendjen e vet aty ku asnjëri nuk e shikon përveç vetes vet. Unë vetë personalisht jam njëri shumë kështu i hapur. Po me qenë se ty si po drejtohem si psikoterapeute, nuk rrezikoj asgjë sipas teje me atë që do të vi, që mund të kthehet mbrapsht për lumturinë time, sepse është ajo që thamë 90% e njerëzve thotë po ti mbajnë çik mos e trego se nuk i dihet asnjëherë, prit të mbaroj dhe na ka kapur dhe si paniku të gjithëve në këtë pikë. Është thjesht një besëtni atë që thash, unë jam po ashtu si ty, që unë i tregoj gjërat e mira dhe të këqija të mijat dhe nuk i mbaj për një herë, dhe gjëja e parë që çfarë më ndodh, gjëja e parë që bëj është marr mamin ose motrën për t'ia thënë këtë gjën. Dhe nuk lidhet fare. Lumturia është një moment që ti e përjeton dhe asnjëherë nuk lidhet me gjën që do vijë mbrapa saj, sepse okay, ti përjeton një moment të lartë lumturie, nëse ti ke ato traumat, nëse ti ke ato gjëra që të kanë ndodhur, thjesht truri e lidh me këtë gjën, por nuk ka lidhje fare. Edhe nuk e shijon, edhe nuk e shijon. Po. Ti nuk shijon momentet kur, domethënë ti je me frikën se do të ndodhë një gjë keqe. Po, edhe nuk e dhe automatikisht nuk e shijon momentin. Dhe duke mos subvencionojmë veten që duhet të jetojmë momentin, duhet të jetojmë momentin, duhet të punojmë me veten tonë, duhet të punojmë me gjendjen tonë të brendshme emocionale, me sigurinë tonë, sa më të sigurt jemi dhe ta shijojmë momentin tonë, aq më të mirë dhe më të lumtur do të jemi, sepse nuk do ta lidhim me gjërat e këqija që do na ndodhin pas. Nëse diçka ka për të ndodhur, do ndodhi, por nuk ka lidhje me lumturinë që ti po përjeton tani. Kështu që nga ana juaj këtë kemi. Ju të dy atje jeni të parimit që nëse ke diçka të pëlqen, je i lumtur, jetoj atë deri në fund. Jeta do ketë mirat e të këqija pa diskutim, siç i provojmë gjithë gjatë gjithë jetës. Momentin kalon. Kalon dhe lumturia kalon edhe, por në raporti me veten është i rëndësishëm. Ne si duhet sillemi me veten kur na zën këto paniqe, Ernis. Fjodora, dua dhe unë që të bashkohem me kraun e djathtë, me që tani unë 3 njerëz këtu. Po, për faktin që si që thash, njeriu në momentin që zgjedh që të krijojë një algoritëm tek vetja e vet dhe zgjedh që të punojë me veten e vet, ai patjetër që do arrijë atë lumturinë për të cilën po kërkon. Në momentin që ti zgjohesh në ditë për gjumit dhe i thua vetes, shiko, unë sot do punoj me veten, do punoj që të arrij të bëjmë njeriu që unë dëshiroj që të bëjmë. Atëherë ti ndërton vetes jo vetëm lumturinë dhe në ato çfarë njerëzit shohin, por edhe gjendja jote psikologjike do jetë komplet më ndryshe nga çfarë ajo ka qenë përpara. Renisti, ti e mendon kështu ja? Nuk e mendoj kështu, sepse ndarja nuk po flasim që ta ndajmë lumturinë me familjarët, siç ta parafolsja, se normalisht në familjarët s'kemi çfarë të mbrojemi në 90% rasteve.
po është tjetër gjë të ndash lumturinë me familjarët, kur merr mamin ose motrën, dhe tjetër ta ndash në një ambient pune. Për shembull, mund të flasim në një ambient pune zyre kur ti promovohesh. Mund të jenë 2 njerëz, domethënë është një pozicion dhe 3 njerëz. Dhe 3 njerëz mund të jenë shumë të aftë. Ajo lumturia jote e egzageruar mund të lëndoj atë personin tjetër që ka po kaq aftësi, por që nuk pati mundësi ta marrë atë lloj pozicioni. Po kjo nuk lidhet me frikën të vetja, lidhet me problematikën që mund të japësh dikujt tjetër. Nuk mund të kemi egzagerim të lumturisë, nuk mund të kemi as egzagerim të idhërimit, sepse çdo gjë vjen dhe kalon. Prandaj është ajo e mesmja e me mure pak të ngritura. E mesmja e artë, me gjithmonë me një pyetje për fan, nëse takon njëri të cilin e pëlqen shumë, e ke shumë qejf dhe mendon që mund të jesh njeriu që mund të biesh në dashuri, do ta ndaje më një herë me shoqet e tua për diskutim këtë gjë? Apo do bëhesh e pak bestytër dhe do thoshe prit 1 minutë, ta shoh një herë se nuk i dihet. Kur e ndaj me shoqet, gjërat marrin më tepër analizë se ç'duhet. Po unë jam një natyrë që me rrethin tim të ngushtë i ndaj. Sa do që ndodh, edhe momentin e parë sa e njeh ti? Po, edhe në momentin e parë. Nuk e kemi menduar ndonjëherë që të kthyer mbrapsht kjo që ja për shembull. Jo, se unë pak më parë thash që ajo që është vendosur, është destinuar për të ardhur për mua, nuk varet nga. Këtë jemi në rregull. Shumë mirë, shumë faleminderit që ishit me mua sot, ishte kënaqësi, besoj që e kuptova pak a shumë ka njerëz si punarnisti që e mbajnë një rezervë aty se nuk i dihet, por dhe njerëz të tjerë që e lejojnë veten të jetojnë gjëra deri në fund. Dhe uroj dhe shpresoj edhe tiraniste. Po ti, Sergjo, si je një njerëz që jeton gjërat apo ke rezervat e tua? Ke frikë thuash jam i lumtur? Jo, varet, më mendoj që neve jemi rritur me atë ndjesinë që shoqëria gjithmonë kur ndodhet diçka e mirë, okay, mos festojmë shumë, mos gëzojmë shumë. Mos festojmë shumë, gjithmonë. Por mundojmë ta shijojmë momentin dhe të punojmë me veten, sigurisht, që kjo është më e mirë. Punoj me veten. Shumë faleminderit edhe një herë që ishit me mua. Ishte kënaqësi. Shkojmë në aksi publicitare, do të vim në pjesën e tretë të këtij emisioni. Mos u largoni.